Veç pse nuk e mbështeti Turqinë në për këse aspekte dhe thëmë që Turqia nga ka sundue për 500 vjet, unë vinë kësi lloj mesazhe. Atëherë pja u lexoj, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Sa po të paguajnë katolikt me hongër, pedeni që ka dosh me thonë, për Turqinë se ti as musliman si je, veç për like i bën do videat, a di me dalu të mikun prej armikut. Unë e çdo sen di me dalu e ma mirë se ti, por dashta më të kallëzu e vendin ty edhe disa tjerëve që po komentojnë kështu. Ti bës, une nuk e mbështeti, as nuk me mbështeti Turqinë kur, sepse ma ka sunduar shqiptarin tem për 500 vjet. Apo i bjen që tash që kjo është armik që ma ka sundu shqiptarin për 500 vjet, sepse ti po mdukësh nuk po dish që me i bo këto dallime. Sepse pak me i dit nuk shuësh me orë me full palidhi këtu të une, sepse qysh jam une musliman edhe mbështeti fen islame, as njoni prej juve që vini fal një palidhi që to nuk jeni qaq musliman se qysh jam. Unë e dal e thëm mendimin tem qështu qysh ma ndjen zemra. Unë e di që as një sen nuk e thëm gabim, sepse nëse nuk e mbështet Turqinë dhe nuk i përmen këto sene, s'do me thonë që nuk je musliman. Por e tregon një realitet që populli jam shqiptar ka hik për 500 vjet prej qësoj Turqis të vliq. Unë edhe pse jam musliman, nuk i konsideroj këta si vllazërit e mi, por deri sa ma kanë sundu shqiptarin tem për 500 vjet. Dhe ti mos harro vete familjen tonë edhe të kallëzojmë për këtë pjesë, sepse s'pas ke njohuri për sen.